Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të ndarë me ju rrëfimin dhe historinë të radhës. Dua të ndaj me ju dhe dua të sjell pranë jush një letër që më ka mbritur në emailin tim, e shkruar nga një grua ku tregon një vështirësi të madhe në jetë që ka bërë për një njeri të familjes, për kunatën e saj, por që njerëzit, pasi që mbarojnë vështirësitë e tyre, kur kalojnë në ditët e bukura, i harojnë ato njerëz të cilët i kanë ndihmuar dhe sidomos në rastin e zonjës në fjalë, që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Sot po zgjohem me një boshllëk që nuk e prisja kurrë. Jo nga operacioni, jo nga dhimbja në trup, por nga heshtja e një njeriu për të cilin ndash një pjesë të vetes time. Fjalë për fjale. Kur mjekët thanë se kunata ime kishte nevojë urgjente për veshkën, familja u trondit. Kishte lotë, kishte frikë, kishte lutje, kishte net pa gjumë. Të gjithë flisnin për sa e rëndë ishte gjendja e saj. Por kur erdhi momenti për analiza, për përgjegjësi, për sakrificë, dhoma u boshatis. Secili kishte arsyet e veta, kishte frikë, fëmijë, punë, rrezik. Dhe unë në asnjë mënyrë nuk i gjykova. Por brenda meje, diçka nuk më linte që unë të rija e qetë. E shihja atë në shtratin e spitalit, të lodhur, me sytë që i humnin shpresat dita ditës. E shihja burrin e saj të shkatëruar. E shihja familjen duke u copëtuar nga pafuqia. Dhe në moment mendova, po sikur të isha unë aty, a nuk do doja që dikush të më shpëtonte? Analizat fatmirësisht dolën pozitive. Ishin përputhje ideale. Mjeku më pyeti disa herë, je sigurt? Ky është vendim shumë i madh. Dhe unë thash po, pa kërkuar asnjë gjë mbrapsht. As lavdi, as borxh, as falënderime të përjetshme. Sepse unë besoja tek familja. Besoja se gjaku, buka, vitet bashk kishin një farë kuptimi. Ditën e operacionit nuk do ta haroj kurrë. Dritat e bardha të spitalit, aroma e ilaçeve, nëna ime që realisht qante fshehurazi, burri im që më mbante dorën fort, dhe unë me zemër që më rihte fort, duke menduar vetëm një gjë. Zoti e bëf të mirë. Kur u zgjova nga anestezioni, ndjeva një dhimbje që mua në të vërtet ma priste frymën. Sikur trupi im ta kuptonte që realisht një diçka mungonte. Por sa po dëgjova se operacioni kishte dalë mirë edhe ajo ishte jashtë rrezikut, unë sinqerisht qava nga gëzimi. Mendova se aty fillonte një lidhje më e fortë mes nesh. Mendova se do kujtonim gjithmonë atë ditë si një mrekulli. Realisht mendova gabim. Ditët kaluan. Në fillim kishte mirënjohje, telefonata, lot
e përqafime, fjalë të mëdha. Nuk do të haroj kur çfarë bëre për mua. Ti më dhe jetë mua të dytë. Je si motër për mua. Por fatkeqësisht njerëzit ndryshojnë shpejt kur dhimbja largohet. Dal nga dal, telefonatat u ralluan. Vizitat pushuan, ftohtësia hyri pa trokitur. Fillova të ndjeja një distancë që nuk e kuptoja. Sa herë flisja, përgjigjet bëheshin të shkurtra. Kur hyja në dhomë, heshtja më rëndonte. Sikur prania ime t'i kujtonte një borxh që ajo nuk donte ta ndjente. Pastaj erdhi dita që më theu. E takova rastësisht, e përshëndeta me buzëqeshje. Ajo me zi më pa në sy. Asnjë përqafim, asnjë ngrohtësi. Thjesht një mirë i ftohtë dhe u largua. Aty kuptova. Ndonjëherë njerëzit nuk dinë të jetojnë me mirënjohjen. Dhe në vend që të afrohen me ty, ato largohen. Sepse sakrifica jote u akujton çdo ditë se dikush bëri për ta atë që ndoshta ata vetë nuk do ta bënin kurrë. Kam kaluar ne duke pyetur veten. A gabova? A duhej që të mendoja më shumti për veten? A ja vleti? Dhe përgjigja ime ndryshonte çdo natë. Ka net kur ndjehem krenar, sepse shpëtova një jetë. Ka net kur ndihem bosh, sepse humba një lidhje njerëzore që besoja se ishte e vërtet. Njerëzit mendojnë se dhimbja më e madhe është operacioni, por jo. Plaga në trup mbyllet, por plaga që të lë mos mirënjohja qëndron shumë gjatë. Kam kuptuar diçka të rëndësishme. Mos bëj mirë duke pritur kthimin, sepse zemra thyet pikërisht aty ku ka dashur më shumë. Sot jetoj me një veshkë, por jo me pendesa, sepse unë nuk humba njerëzillikun tim, nuk humba aftësinë për të ndihmuar, nuk humba shpirtin. Ajo mund të mos më flas më, mund të më ketë kthyer shpinën, por sa herë shihem në pasqyrë, e di që në ditën më të vështirë, unë zgjodha që të shpëtoja një jetë. Dhe jo çdo kush ka guxim ta bëj këtë. Ndoshta një ditë ajo do ta kuptoj, por ndoshta edhe jo. Por unë kam mësuar se mirësia nuk matet me falenderime. Matet me atë që je kur askush nuk të duar troket. Edhe pse zemra ime është lënduar, ende besoj se të bësh mirë nuk është gabim. Gabim është kur njerëzit e harrojnë. Në fund të ditës, unë flej e qetë me ndërgjegjen time, sepse dhash një pjesë të trupit tim për të mbajtur gjallë një njeri. E kjo është diçka që as heshtja, as ftohtësia, as largimi nuk mund që ta fshin kurrë. Ky është rrëfimi i ndjer i kësaj zonje, e cila në një farë mënyre ka ndarë dhimbjen e saj.